Ndodhemi në pikën panoramike të qytetit të Vlorës, ku qytetarët mund të ndalojnë dhe të shikojnë pamjen e qytetit. Por kjo pikë është kthyer në një pikë të rrezikshme për qytetarët pasi xhamat janë thyer dhe barierat anësore janë shkulur nga vendi. Pika panoramike në Vlorë është imazhi i qartë i papërgjegjshmërisë qytetare. Për shkak se qytetarët janë ata që duhet të mbrojnë veprat publike në të mirë të qytetit, sot janë pikërisht ata që janë kthyer dhe i dëmtojnë më tepër. Në pikën panoramike, xhamat janë thyer me sende të forta nga persona ende të paidentifikuar. E policia e Vlorës apo organet ligjzbatuese nuk kanë nisur ndonjë hetim në këtë drejtim për të vënë përpara përgjegjësisë ata që shkatrojnë çdo gjë. Vlora vijon të mbetet qyteti ku çdo kush mund të shkatrojë veprat publike e sigurisht nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore e për shkak të mos funksionimit të strukturave që duhet të zbatojnë ligjin. Nga ana tjetër, pika panoramike është edhe imazhi i mos funksionimit të institucioneve lokale, pasi në qytet ndërtohen vepra publike, por askush nuk merr masa për t'i mbrojtur ato. Madje në këtë pikë panoramike janë thyer pa motiv edhe barierat anësore, ku një pjesë e tyre dyshohet se janë shitur. Prej vitesh kjo zonë ndodhet në këtë gjendje e asnjë institucion nuk ka marrë asnjë mas për rehabilitimin e saj. Vlen të theksohet se në zonë mungojnë pa ashtu edhe kamerat e sigurisë, çka do të bënte më të lehtë identifikimin e personave përgjegjës. Për mungesë të disa kamerave sigurie, një prej projekteve më të bukura të Vlorës mund të cilësohet tashmë jashtë funksionit.